Unë jam musliman, jo shqiptar. Kështu thoshte një hoxh në një video, në një konferencë në mes të Prishtinës, para shqiptarëve Dardan. Unë jam musliman, nuk jam shqiptar. Në qoftë se ka pas njërës më vemje, më zgjepe, më anti-shqiptar, janë këto klerik të tillë, si ky maskara, si ky zgjepe, si ky vemje, që thotë, unë jam musliman, nuk jam shqiptar. Që më hanë komsin, musliman janë Turqit, por nuk thanë kur që ne jemi musliman e jo Turq. Musliman janë të Arabi Saudite, por nuk thonë kur që ne jemi musliman e jo Arab. Musliman janë njerëzit në Marok, por nuk thonë kur që ne jemi musliman e jo Marokian. Kjo është një turp, kjo është një zgjepe, kjo është një infekcion, por nuk është sa shumica e popullit, por vëllezër e motra, është kalpsia e parë e një fruti që ke aty në shport, që jo vetëm do ta prish gjithë të kokrën e frutit, por do të prish gjithë shportën. Vëllezër e motra, këto janë armiqt tanë më të përshtirë edhe më të përshtatshëm për serbët dhe për grekët. Janë këto klerik të poshtër, shqiptarët e mi, shumica nuk i besoni këto, por kjo po rritet mes tonë. Nuk duhet leju, duhet mëllgoja me çdo kush për arsye se të jesh i çfarëdo lloj besimi, është drejta jote shpirtërore, morale, njerëzore, por të mohosh komsin, në qoftë se ti e mohon si individ i veçantë, është puna jote, nuk prish punë. Por në qoftë se ti e mohon si një klerik, që ke masën që të ndjan, që të ngjan, që të predikon me të masë, ti je i dënueshëm dhe duhesh dënu ashpër. Të lutem vëllezër e motra kudo që jeni, për arsye se më thot një mik që kanë dalë tashti edhe disa klerë katolik, që unë hapita, që kanë filluar të thonë në Shqipëri që unë jam katolik e nuk jam shqiptar. Nuk kanë botë të dalin një Gjermanë të thotë që unë jam protestant, nuk jam Gjerman. Nuk ka italian që thotë unë jam katolik, nuk jam italian. Nuk ka lidhje. Por ama, bëhet me qëllim, qëllimi është anti-shqiptar, këta klysh kurve, këta hoxhallar të përshtirë, kryesisht që flasin në këtë formë, këta janë njerëz që punojnë kundër gjakut tonë, kundër kombit tonë, për interesat serbe edhe për interesat greke në Ballkan. Sami Gjoka, ju përshëndet.